Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirdhuruesit. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begatitet madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues të TV Ikres dhe ju të cilët na ndiqni nëpërmjet televizioneve lokale, portaleve të Bashkisë Fetare Islame, mirë se takohemi sërish këtu në emisionet e Ramazanit, nën moton, nën hënën e Ramazanit, ku sot misafir kemi Hoxhën e nderuar Zekiria Efendi Tahiri, kryetar i Kuvendit të Bashkisë Fetare Islame dhe njëkohësisht ligjërues i lëndës fetare në përshkollat fillore. Me të nderuarin do të flasim mbi temën vlera e dhikrit në Ramazan. I nderuar, mirë se erdhët në emisionet e Ramazanit. Është kënaqësi ju kemi. Mirë se u gjetëm. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht falenderoj Allahun xhaleshanuhu me falënderimet e panumërta që na ka dhënë mirësi të panumërta, gjithashtu që na mundsoi që edhe këtë vit të arrijm muajin e Ramazanit. Salavatet dhe selamet po ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokët të tij dhe gjithë ndjekësve të tij. Njëkohësisht falenderoj edhe juve për ftesën që të jem pjesëtar i këtij karavani, i këtij projekti madhështor që ju keni përgatitur me shpresë që të fitojmë shpërblimet e Allahu xhaleshanu të gjithë. Gjithashtu falenderoj edhe Reis Uleman Hafiz Haxhi Shaqir Efendi Fetahun, i cili nuk nguron të përkrahje gjitha aktivitetet që i zhvillojni ju. Allah është përbleft inshallah. Amin. Dhe të gjithë juve. I nderuar, fillimisht ka mundësi të na tregoni pak në lidhje me atë se çka është dhikri dhe cilat janë llojet e saj. Po, do të thotë dhikri është të përmendurit Allahu xhaleshanuhu. Kjo është një temë, është një ibadet, mund të themi shpirtëror, është një ndër ibadetet më të lehta që mund të bëhen, mirë po është ibadet më i dashur te Allahu xhaleshanu dhe shpërblimi është më i madh. Për çështjen e dhikrit. Ky mund të bëhet në çdo kohë, në çdo gjendje, duke i grahur veturës, duke gatuar, duke punuar, duke ndëjtur. Do të thotë në çdo kohë mund të bëhet dhikri të përmendurit të Allahu xhaleshanuhu, edhe pse nuk kërkon të merrim abdes, nuk kërkon një moment i caktuar, një kohë e caktuar, siç kanë 5 namazet, muaji Ramazanit, siç është haxhi e kështu me radhë. Do të thotë ky mund të bëhet në çdo kohë edhe në çdo gjendje. Edhe për atë Allahu xhaleshanuhu kërkon, kur përmendet në ajetet e Kuranit, përmendet edhe ajo pjesëza shpesh, shumë e kështu me radhë. Për sa i përket llojeve të dhikrit, ka disa lloje që Allahu xhaleshanu ne ka lehtësuar, na ka mësuar se si ne të e përmendim atë, edhe atë nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku ka përmend llojet e dhikrit. Për shembull, po e përmendi subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah, Allahu akbar. Që sa do të kemi në dispozicion kohën, do të mundohemi që për të njëjtit të paraqesëm edhe ndonjë shembull nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
E nderuar, në qoftë se do t'i referohemi Kuranit dhe haditheve profetike, nga se siç përmendet edhe ju se shembulli më i mirë është vetë Muhamedi alayhi salam. Nga se Allahu xhaleshanu në Kuran thot: "Lekad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju e keni shembullin më të mirë tek i dërguari i Zotit. Dhe më së miri ne mund ta marrim si model atë se si e përmendte pejgamberi alayhis salam Allahun, si i kushtonte ai dhikrit rëndësi. Ashtu siç përmendet ju edhe zakonisht edhe në fund namazit, është bërë edhe traditë e jonat që në fund të bëjmë atë tesbihet, si i themi ne, pra thënia subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber. Po megjithatë, në qoftë se do të përmendim ajete dhe hadithe të cilat flasin mbi vlerën e dhikrit, ka mundësi të na përmendni, të na veçoni disa prej tyre? Po, do të thotë Allahu xhaleshanu përmenden në Kur'an, në fjalën e tij, disa ajete që unë do të mundohem të paraqes, gjithashtu edhe Muhamedi alayhis salam në hadithin e tij. Për shembull, përmenden në suratul Ahzab, ajeti 41, ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju që keni besuar, përmendni Allahun shpesh, përmendni Allahun shumë. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tesbih, madhërone. Po, edhe kjo pjesë e dhikrit. Më përkujtoni mua me dhikr, me adhurime, të ju përkujtoj me shpërblime. Ashtu. Më falendroni e mos më mohoni. Pastaj alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Pra ata të cilët e përkujtojnë Allahun në këmbë, ulur, mbështetur, shtrim dhe meditojnë rreth krijimit të qiejve dhe të tokës. Do të thotë nuk ka një përkufizim, do të thotë që për të përmendur Allahun duhet me u ngrit në këmbë apo po thjesht në një pozicion caktuar. Po, në gjitha pozicionet dhe në gjitha vendet, në gjitha kohërat mund të përmendet Allahu xhaleshanuhu. Nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, para se të i përmendja hadithet, po ndërlidhem se është shumë interesante edhe pas obligimeve të mëdhaja siç është namazi, agjerimi, haxhi, Allahu xhaleshanu thot me përmend edhe pas këtine të përmendet shpesh Allahu. Për shembull, në suratul Juma, ajeti 10, Allahu xhaleshanuhu përmenden thot fidha kudiyatis salatu fantashiru fil ard. Pasi të përfundojë namazi, të shpërndahuni në tokë. Wabtagu min fadlillah. Edhe kërkoni nga mirësitë e Allahut, nga begatitë e Allahut xhaleshanu, që është shumë interesant pas gjitha mirësive që duhet besimtari të punon kudo që të jese, pavarësisht a është në bujku, në arën e tij, a është administratori në punën e tij, drejtori në zyrën e tij, apo është mjeku në ordinancën e tij, apo mjeshtri në punëtorinë e tij, apo mekaniku e kështu me radhë, po pas kësaj që kur të kërkosh mirësi nga Allahu, mirësitë e Allahut xhaleshanu, wadhkurullaha kathiran. Dhe përmendja shpesh Allah. Dhe përmendja shpesh. Pse? La'allakum tuflihun. Që me qëllim të gjeni shpëtimin. Do të thonë ndërlidhja është shumë interesante në këtë fjalën e Allahut xhaleshanu, në këtë ajet, ku pas kërkimit të begative mos e harro edhe të përmendurit të Allahut, se këtu është edhe shpëtimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe që unë do të shkëpus thot shembulli i atij i cili përmendur Allahun dhe i atij i cili nuk e përmendur Allahun xhaleshanu është thot sikur shembulli i të gjallit nga i vdekuri. Mathalu alladhi yadhkuru Allaha walladhi la yadhkur kamathali al-hayy wal yamut. Do të thotë edhe shtëpia në shtëpinë e cila përmendet Allahu xhaleshanu ajo është e gjallë, në shtëpinë të cilën nuk përmendet Allahu ajo llogaritet sikur varr, sikur është e vdekur. Pastaj i erdhi një njeri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i moshuar dhe i tha: "O dërguari i Allahut, tha obligimet janë shtuar. Dhe sikur më duken të rënda,
më tregon diçka me të cilën do të më lehtësohen, do të mund të i kri. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha të mbash gjuhën të zënur vazhdimisht me të përmendurit të Allah. Do të thotë gjuha e jonë të jetë vazhdimisht në përkujtimin e Allahu xhaleshanuhu. Një ditë prej ditëve duke ndetë në shtëpinë e vet Muhamedi alayhis salam dhe kështu me të shpejt del dhe hin në xhami, shkon në xhami, është një grup prej njerëz, prej besimtarëve dhe i pyeti: "Për çfarë jeni të bu? Për çfarë jeni mbledh?" Than: "O i dërguari i Allahut, jemi mbledh për të përkujtuar, për të përmendur Allahun xhaleshanuhu." Tha: "A vetëm për këtë qëllim jeni të bu?" Than: "Po, o i dërguari i Allahut, për Zotin, vetëm për këtë qëllim jemi të bu." Atëherë Muhamedi alayhis salatu wassalam tha: "Vallahi tha, unë jo se nuk besojsha në atë që në qëllimin e juve për cilin ju jeni të bu, tha po me erdh nga Allahu xhaleshanu shpallje se Allahu lavdrohet, Allahu xhaleshanu krenohet te melekët me mezhlisin e juve, me ju." Do të thotë shkak pse Allahu mburka te melekët, se këta përmend kanë Allahun në tokë edhe në kuvende të ndryshme. Faleminderit të nderuar kryetar. Atëherë si të shfrytëzojmë këto ditë dhe net të bekuara të Ramazanit për të përkushtuar ndaj përmendjes së Allahut, pra ndaj dhikrit? Nga se e di mirë se janë ditë dhe net të caktuara, e jamen ma'dudat, dhe besoj se besimtari duhet të ketë parasysh se shumë shpejt kalojnë dhe të shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. E veçanërisht në këtë sferën apo në drejtimin për cilin jemi duke folur, pra për përmendjen e Allahut, si të shfrytëzojmë këtë ditë? Të përmendurit e Allahut xhaleshanu apo dhikri, vlera e tij është shumë e madhe dhe shumë e dashur te Allahu xhaleshanu dhe shpërblimi është shumë i madh edhe jashtë muajit të bekuar të Ramazanit. Po kur flasim bashkë në këta ditë të bekuara të këtij muajit, ki shumë fishohet. Do të thotë Allahu xhaleshanuhu për një shumë fishon 10, 70, 700 e kështu me radhë. Dhe ajo e cila e dëmton agjerimin, një ndër ata mund të jetë edhe gjuha. Edhe të folurit. Me anë të gjuhës ne mund të edhe të arrijmë shumë shpërblime, por edhe mund të na dëmtojë. Mund të na dëmton agjerimin. Pra dëshiroj të ndërlidhem se një gjuhë e agjeruesit e cila është e zënur vazhdimisht me përkujtimin e Allahu xhaleshanu, me të përmendurit në forma të ndryshme, siç e përmendte Muhamedi alayhis salam, përmendën sahabët, përmendën njerëzit e ditur dhe ata përcjellën vazhdimisht jo me 1 apo me 10, po ata përmendën me qindra, mija, siç një besimtar, një nga muslimanët përmendte vetëm suratul Ikhlas, lexonte nga 1000 herë në ditë, vetëm suratul Ikhlas. Do të thotë një gjuhë e cila është e përkushtuar në përmendurit e Allahut, ajo është e mbrojtur edhe nga gibeti, edhe nga fjalët e pahishme, edhe nga përgojimi, do të thotë nga shpifjet, se njëri kur bën gibet ai mund të futet edhe në shpifje, edhe kështu jo vetëm se mund të merr atë moskënaqësimin e Allahu xhaleshanuhu, por ai mund të dëmton edhe agjerimin dhe mund të hinë në grupën të cilin pejgamberi alayhis salam thotë shumë agjerues nuk fitojnë asgjë nga agjerimi për posurisë dhe etjes. Shka kush mund të jese? Mund të jese të mos ruajtja e gjuhës. Për atë të kemi shumë kujdes nga gjuha dhe të përkushtohemi në të përmendurit e Allahu xhaleshanuhu, dhe kjo është ilaçi bari i besimit. Ky është ai i cili e forcon dhe e mban besimin, siç thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, po shkopus edhe këtë ajet, ata të cilët besuan me të përmendurit të Allahut, zemrat qetësohen. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Pra me të vërtetë, është shumë interesant se diherë ka ardhur si për forcim me të vërtetë nga të përmendurit të Allahut,
zemrat qetësohen. Pra kush qenë ka ajo që ne jemi dëshmitar, kush qenë ka ajo që ne i qetësoj ka zemrat tona, ku jemi dëshmitar të kohës sotit, ku shumë zemra janë të shqetësuara dhe shumë mjek psikiatër ata vizitohen nga njerëz, nga pacient që janë të sëmuar për sëmundje e tyre, nuk është një sëmundje fizike, por ajo është sëmundje shpirtërore. Nga kush vin nga mos përmendurit Allahu Gjeleshanu, pasi Zoti vetë në Kur'an thot se me të përmendurit Allahu zemrat qetësohen. Nga ana tjetër, mos të përmendurit Allahu çfarë është? Zemrat nguren, ata ngurcohen, ata në vend që të zënë vend morali, veprat e mira, aty do të zënë vend zilia, do të zënë vend urrëtia, do të zënë vend mendjemadhësia, kooperacia, do të thotë gjitha veset. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Çfarë thot Allahu Gjeleshanu? Kush ja kthen shpinën për kujtimin tim, do të ketë jetë të vështirë. Do t'ja vështirësojmë jetën. Por kjo nuk përfundon. Ajo e cila është më e dëshpëruar, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Ajo e cila duhet të na brengosë vërtet shumë neve se në botën tjetër, në ditën e gjykimit, do të ringjallet të verbër. Për atë duhet të shfrytëzojmë ngadalë, kështu edhe do të përmirësohemi, duke përmirësuar gjuhët tona me të përmendjes të Allahut, inshallah përmirësojmë edhe zemrat tona dhe ajo të del edhe në praktikën tonë. I nderuar, me që jemi në fund të këtij emisioni, do kishim dashur shkurtimisht një mesazh për ata të cilët na ndjekin. Cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar besimtarëve? Mesazhi im drejtuar besimtarëve është që ata të shfrytëzojnë mesazhin e Allahut dhe të dërguarit të tij, të shfrytëzojnë çdo moment, çdo minutë që mos të shkon shprazat duke përmend Allahun Gjeleshanuhu me shpresë, do të thotë me bindje se ajo do t'u ruajë zemrat edhe do t'u ngren vlerat të Allahut Gjeleshanuhu dhe ajo gjuhë e cila do të edukohet për një muaj të Ramazanit, shpresojmë që të vazhdon edukata e asaj gjuhe edhe përkushtimi në të përmendurit e Allahu Gjeleshanuhu. Ne në fshat kemi njerëz që qarkullojnë lëvizin për të humbur koha, po mesazhi im kur ata të dalin të humbin kohë, edhe pse do të lëvizin nëpër rrugët e fshatit, por le të marrin një parë tespije dhe le të shfrytëzojnë, do të thotë se kur i ka tespije në dorë në siguri, ajo të bën dhikr. Do të bën dhikr dhe kështu do ta shfrytëzon kohën më mirë. I nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni. Lutim Allahun Gjeleshanuhu t'ju jep shëndetje të gjatë, suksese dhe bereqet në punën dhe veprimtarinë tuaj, dhe me shpresë që të jemi bashkë edhe jashtë Ramazanit. Ju falenderit edhe për thirrjen që më ban Zoti në ndihmos bashkarisht. Amin. Që të i dalim me faqe bardhë këtij muajit dhe të dalim në fund të falur nga ana Allahu Gjeleshanu. Ju falenderit. Atëherë, të nderuar shikues, ne jemi në fund të këtij emisioni. Ju falenderit për vëmendjen. Lutim Allahun Gjeleshanuhu që të gjitha ibadetet, lutjet, duat, Allahu Gjeleshanuhu na i pranoft. Allahu Gjeleshanuhu na i mundsoft që të dalim nga ky muaj i bekuar të falur, të mëshiruar dhe të shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Takohemi sërish nesër mbrëma në të njëjtën kohë. Deri atëherë qofshin në mëshirën e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.